një vëmendje, pra ka qenë i mirë informuar për gjithçka se çfarë ndodh këtu. Po, shikoni Dylber, në ato nivele, sidomos në qeveri serioze, mos të keni asnjë dyshim që askush nuk është i pa informuar mbi faktet, domethënë, ose mbi objektivat, ose mbi atë çka ju është premtuar. Sigurisht që jemi në një luftë botërore, sigurisht që jemi në një përplasje të madhe midis fuqive, sigurisht që jemi në ngjizjen e mekanizmave që do të qeverisin botën e re, po themi, ose sistemin e ri botëror. Që lufta ka filluar, që ka një përplasje të madhe, as që diskutohet, që kjo përplasje do të na nxjerrë në një sistem të ri ndërkombëtar me lojtar, me pozicione të reja. Kjo as që diskutohet, siç shihet Evropa tani më është anashkaluar si lojtar kryesor në sistem, pavarësisht se mbetet lojtar i madh dhe i fuqishëm, është anashkaluar si lojtar kryesor. Folën për rritin e Kinës, kemi një ripozicionim të rajoneve kyçe geostrategjike, lindja e mesme por i pozicionohet. Irani deri më tani ka fituar paktën në letër mundësinë për të thënë që duhet të jetë njëri nga lojtarët që duhet të pyetet për zgjidhjen e çështjeve. Sidomos nëse finalizohet, siç mendoj se do të bëhet, marrëveshja me Shtetet Bashkuara të Amerikës, kjo krijon dinamika të tjera brenda Gjirit Persik dhe vendeve të Gjirit. Kemi dualitetin për hegemoni rajonale Turqi-Izrael, e shumë gjëra të tjera. Pra, në këtë periudhë jashtëzakonisht shumë të trazuar, në këtë periudhë, po themi lufte, ndonë se nuk është shpallur, ndonë se nuk është aq kinetike në gjithë botën, po kemi luftë në Evropë, e cila vazhdon për disa vitesh në Ukrainë. Megjithatë, në çdo rast objektivat janë të qarta. Roli që luan Shqipëria në strategjinë e Shtetet Bashkuara është i qartë. Vetëm të papërgatitur jemi ne shqiptarët, për shkak se kemi një shtet që punon për interesat e një grupi të vogël njerëzish dhe jo për interesat e shqiptarëve si popull. Është një shtet që dhe këtu përfshi jo vetëm qeverinë që ka fajin kryesor, po edhe opozitën, që i bën shqiptarët që t'ikin, që nuk krijon kushte, që po mundohet t'i mbush qytetet shqiptare që braktisën nga shqiptarët me Bangladesh ose me nepalez, që e ka strategji bjerrjen e arsimit, që e ka strategji degenerimin e shoqërisë, që e ka strategji mbajtjen e popullit të tjerë. Edhe një ligj që thuajt mund marrin edhe tokë pronë për 99 vite apo mund ta blejnë, kështu që. Për ta mbyllur sa aty doja të dilja. Nuk më habit duke qenë ky konteksti, nuk më habit fakti që Paria e Tiranës i ka premtuar se këtu filloi, kjo ishte pyetja, Porto Romanon. Pra Paria e Tiranës premton çdo gjë, kanë të gatshëm të premtojnë çdo gjë, sepse nuk kanë asnjë lloj ndjesie kombëtare, nuk kanë asnjë lloj ndjenje të ruajtjes së kombëtares. Këtyre ju duhet vetëm ruajtja e privilegjeve që kanë vënë vetë. Për sa kohë që këta mrrin me qenë pushtet, ndaj dhe kështu e kanë luajtur lojën që nga fillimi deri më sot. Këta e kanë shitur disa herë Shqipërinë, dhe nuk flas për qeverisjen aktuale, flas për qeverisjet më parme, kanë firmosur shkresa të jashtëzakonshme vetëm për të ruajtur atë çifligun e tyre brenda shtetit shqiptar. Ky është problemi që kemi ne shqiptarët sot, në gjykimin tim. Në vend që të flitej për një Shqipëri e cila të synonte bashkimin e tokave shqiptare, që duhet të jetë objektivi strategjik kryesor i çdo lloji qeverie që merr përsipër të drejtojë shqiptarët. Pa asnjë lloj, mund të jesh i majt, mund të jesh i djathtë, mund të vish edhe nga Marsi, se shqyqyr Zotit kanë dalë edhe provat që ekzistojnë alienët. Mund të jesh edhe alien, mund të jesh për të ardhmen e alienëve. Objektivi strategjik kryesor, primar i çështjes shqiptare, i çdo qeverie shqiptare duhet të jetë çështja kombëtare shqiptare, bashkimi i tokave shqiptare, strategjia për këtë, hapat që duhet ndërmerren mund të ndodh brenda vitit, ose mund të ndodh për 50 vjet, ose mund të ndodh për 100 vjet. Po duhet kemi të njëjtën strategji që kanë serbët. Serbët e kanë humbur Kosovën një herë për gjithmonë dhe ende sot
në strategjitë e tyre, ata janë të gatshëm që të kenë atë që quhet durimi strategjik. Ata mendojnë që shqiptarët do të marrin një gur dhe do t'i bien kokës dhe do të rikthehen një ditë në Kosovë. Pra nuk ja heqin shtetit serb objektivin e rikthimit në Kosovë. Në të njëjtën mënyrë që është një objektiv i pamërritshëm që ka kryer ajo punë, është mbyllur, por vetëm në qoftë se ne shqiptarët ju a vendosim në pjatë dhe një herë tjetër. Por ky objektiv duhet të ishte e njëjta gjë, duhet të ishte objektivi shqiptar. Shqiptarët duhet të kishin vetëm një objektiv strategjik, afatgjatë, që është bashkimi i tokave shqiptare. Si të veprojmë që të bëhet kjo? Ne kemi folur dhe më parë për këtë në bisedat e kaluara që ndoshta mund t'i propozojë edhe administratës Trump, pra përmes lobimeve të ndryshme, por ky mandat po përfundon edhe generali që po vjen më shumë është për sigurinë sesa besoj për hapa të tjerë. Unë nuk po them që generali vjen me këtë qëllim, unë po them që ky duhet të jetë, se duhet të jemi qartë, se pastaj bëhen titull dhe njerëzit nganjëherë në perspektivë. Njerëzit nganjëherë lexojnë vetëm titullin dhe nuk e shohin videon, nuk e shohin çfarë është tamam. Unë po them që populli shqiptar duhet të ketë këtë objektiv. Generali vjen edhe një herë për të zgjidhur tallet e Amerikës. Çfarë problemi ka Amerika në Shqipëri? Problemi i Amerikës sot në Shqipëri sipas meje është se është duke penguar paria e Tiranës. Paria e Tiranës është bërë pengesë. Duke qenë që paria e Tiranës është bërë pengesë për agjendën amerikane, generali do të vijë dhe do të ushtrojë më shumë trysni ndaj Parisë Tiranës. Këta e kanë kuptuar, janë friksuar, kemi shkrime sa të duash, janë friksuar në kuptimin e tërësor të fjalës, se në fundit kanë ndjehen sigurt brenda çiflikut që kanë. Për sa kohë popullin e kanë dele, për sa kohë kanë një popull që i ndjek, për sa kohë që japin anestezi popullit me anë të mediave të kapura, për sa kohë që na luajnë cinglash me ne, ata janë të sigurt se e dinë që në fundit nuk ka tjetër. E kanë bërë sheshin tjerë.